kaluar. Bashkë këtu për të kurorzuar suksesin tuaj të treguar përgjatë 4 viteve të studimit në Akademinë e Mbrojtjes. Një javë vërtet plot ngjarje ishte kjo. Të mërkurën e javës kaluar u betuan 350 rekrutri, ndërka që sot radhëve të ushtrisë sonë po i shtohen edhe 18 oficerë. U zotuam se ushtria do ta ketë përkrahjen e pakursyer të qeverisë. E kemi ngritur buxhetin e Ministrisë Mbrojtjes në 208 milion euro, e 208 milion euro dhe të thot 2% të bruto produktit vendor, kriter ky që deri më tani është plotësuar nga vetëm 7 shtete anëtare të NATO-s. Kemi mbi 300 milion euro investime në këto 4 vitet e fundit dhe mbi 2700 ushtar e oficer shtesë të rinj të regrutuar, pra 123% më shumë ushtar se në vitin 2021. Ushtria jonë po ecën me hapa të shpejt drejt zhvillimit, me kapacitete të plota si ushtri profesionale, me ushtarak të përgatitur e të pathyeshëm për sovranitet shtetëror e integritet territorial, për paqe, për mbarë shoqërinë, për siguri për gjithë qytetarët. Ashtu si Shqiponja sy pa trembur, që qëndisur si embleme keni në krah, ushtarët tanë janë të gatshëm kurdo dhe kudo të garantojnë sigurinë e qytetarëve dhe të mbrojnë Republikën e Kosovës. Teksa qëndroj këtu para jush, dua të shpreh krenarinë që ndjej për forcën e sigurisë të Kosovës. Për secilin prej juve këtu. Padyshim suksesi juaj sot është rezultati një pune të madhe ekipore, investimit ministror në trajnimin e shkollimin e ushtarakëve dhe furnizimin me armatime. Edhe më shumë se kaq është investim i juaj shpirtëror e intelektual dhe mbështetje pa rezervë e familjeve tuaja. Andaj më lejoni t'ju falenderoj e t'ju shpreh mirënjohja nga zemra edhe juve, prindër e familjar të nderuar. Kadet të dashur, nga sot ju filloni detyrën fisnike, por po aq edhe sfiduese. Ju jeni shtylla mbi të cilën do të vazhdon ndërtimi strukturor e profesional i Forcës Sigurisë Kosovës dhe që do ta shoqëroj etapën e ushtrisë sonë drejt shërbimit në aleancën veriatlantike të shteteve demokratike, në aleancën e madhe të NATO-s. Kosova në aspektin gjeografik, ideor, vleror e politik është Evropë, andaj pashmangshëm, jo vetëm i nevojshëm, është antarësimi në familjen evropiane demokratike së cilës i takoj. Me dëshmorët e kombit në zemër dhe mësimet profesionale në mendje, kadet, urime, diplomimi. Paqi, shëndet e suksese çdo herë e çdo kohë.